Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot ju kam sjellë një recetë të lehtë dhe teje të shijshme. Do të përgatisim pite ose byrek pa petë mbushur me lakër të bardhë. Në fakt vetëm me 2 peta të trasha, të cilat mund t'i hapni shumë lehtë. Mbushja me lakër të bardhë del shumë e mirë, të cilën mund ta gatuani dhe byrek me petë nëse doni. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Në një tigan shtojmë 4 lugë gjelle vaj ulliri, 2 qep mesatare të prera në kubik. Do e lëm derisa të zbutet dhe të skuqet pak qepa. Më pas do të shtojmë 3 speca, unë kam përdorur nga këto shumë ngjyrshet, por e rëndësishme është të shtojmë specin e kuq, i cili jep shije dhe mbëlson lakrën e bardhë. Dhe tani kam gri lakër të bardhë, ashtu siç e përgatisim për sallatë, diku te 600 gram ose gjysmën e lakrës. Në zjarr të ulët mbyllim kapakun dhe trazojmë her pas here, derisa lakra të zbutet dhe të bjeri. Do ju duhet diku te 2-3 minuta. Do vazhdojmë duke e trazuar dhe ndihmuar që të zbutet sa më shpejt. Shtojmë kripën avash avash diku te 1 lugë kafeje si fillim. Në fund mund ta provoni sërish nëse do t'ju nevojitet më tepër. Dhe pak piper të zi sipas dëshirës. Dhe tani do shtojmë 200 gram domate konservë nga këto që janë copa. Nëse nuk keni, mund ta zvendçoni me 3 domate të freskëta. 1 lugë kafeje plot me pastë domatesh nga kjo e trasha. E trazoj mirë duke ndihmuar që salca të hapet në gjithë lakrën dhe në fund do shtojmë 40 ml me ujë, diku te 4-5 lugë gjelle. Do e lëm të ziejë me zjarr mesatar me kapak të mbyllur, diku te 8 minuta derisa lakra të jetë zbutur mirë, në varësi të lakrës që do përdorni. Nëse lakra juaj nuk është zbutur mjaftueshëm, do të shtoni sërish ujë. Do e provoni dhe vetë. Dhe kur ta kemi gati, në fund do të shtojmë majdanoz të grirë, diku te 1/3 e një tufe, 100 gram djath të bardhë. Kjo është sipas dëshirës, po jep një shije teje të mirë. Mund të shtoni dhe me sy sipas mundësive. Aq sa ju të dëshironi. Do e provoni dhe për krip, nëse është e nevojshme mund të shtoni. E kemi gati, e lëmë njanë që të ftohet. Vazhdojmë me përgatitjen e brumit. 250 ml ujë ose 1 gotë e gjys. Gjysmë gotë vaj ulliri, 1 lugë e gjys kafe me krip, 1 lugë kafe me sheqer, 3 lugë kafe baking powder ose fryrës pluhur për pjekje. Vazhdojmë duke e përzier mirë dhe tani do shtojmë mielin. Do t'ju duhen diku te 600 gram. Do e kujdesni dhe vetë derisa të krijohet një brum elastik dhe i butë, që mos të ngjitet nëpër duar. Si fillim e përziejmë me 1 lugë ose një shpatull dhe kur masa të jetë forcuar, të vazhdojmë duke e ngjeshur me dorë. Është një brum shumë i mirë dhe i lehtë për të përgatitur, të cilin mund ta mbushni me çfarë të dëshironi. E kemi gati, vazhdojmë duke bërë gati banakun e punës. Poshtë kam shtruar letër për pjekje, e cila më ndihmon për ta transferuar më lehtë në tepsi. E kam darë brumin në 2 pjesë. Brumi për poshtë duhet të jetë pak më tepër se ai që do hapim lart, sepse poshtë do krijojmë ansore dhe nuk duam të dalim më i hollë. Është baza ku duhet të jetë më e fortë dhe pak më e trashë. E spërkatim me pak miell ose një seshte dhe e hapim sipas madhësisë së tepsisë. Do llogarisni dhe vetë duke e matur. E vendosim në tepsi dhe e hapim me ndihmoj me duar nëse është e nevojshme. Largojmë ansoret që janë të tepërta dhe i bashkojmë me brumin që do hapim përsipër. Vazhdojmë hedhim mbushjen. Siç ju thash, mbushja nuk duhet të jetë e lengshme. Duhet të keni kujdes në këtë pikë. Në këtë mënyrë pitja nuk do i dalë e qullë. E hapim mirë dhe nëpër ansore. Dhe në fund shtrojmë petën e sipërme. E ndihmojmë pak me duar. Është një brum elastik dhe hapet shumë lehtë. Në fund bëjmë mbylljen e ansoreve. Siç e kam bërë në video ose si të keni mundësi. Nëse do të bëni prerje, do e bëni në mënyrë sipërfaqësore. Pra nuk duhet ta bëni prerjen deri në fund që të prisni petën e poshtme. Vetëm sa për t'i dhënë formën sipër nëse dëshironi. Në fund e lyejmë mirë me vaj ulliri. Dhe tani do vazhdojmë me pjekjen. Pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë për afërsisht 40 minuta. Orarin e pjekjes do e kujdesni dhe vetë, sepse kjo varet dhe sipas furrës tuaj, derisa të marrë ngjyrë lart dhe poshtë. Dhe rezultati është perfekt, siç e shikoni dhe në video. Nëse e pëlqeu video e sotshme, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Nëse ende nuk jeni abonuar në kanal, mund të shtypni butonin subscribe. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëftë të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim.